Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetari, të bëjmë leximin e radhës apo javës për ju. Po fillojmë me mbretjen e zëmrës, që tregon shumë për ju të dashur. Është një shenjë e fortë që thekson stabilitetin emocional, urtësinë dhe dëmshurinë të dashur shigjetar. Ky mbret nuk sundon me forcë. Ndoshta nëse jeni duke bërë diçka me forcë apo dëshironi ta ndryshoni, jo, mos u ngutni, se kam dhe një letër tjetër këtu merret thot me qetësi, mos u ngutni. Të jeni të thellë, me mirëkuptim të madh, jeni në një fazë kur duhet të mbash qëndrueshmëri në zemër, të jesh lider për veten dhe të tjerët përmes butësisë nga zemra të dashur. Onah, që quhet ndryshe, thot merre me qetësi. Nuk ka arsye të dashur shigjetar për të nxituar ose për të detyruar gjërat që të ecin më shpejt, siç thash dhe këtu, me butësi dhe me qartësi dhe plot dashuri. Çdo gjë ndodh saktësisht kur duhet të ndodh. Të duhet ta kemi parasysh. Ky është një kujtim i ëmbël që gjithçka është në procesin e duhur dhe ti nuk ke nevojë të bësh presion mbi veten apo dhe situata, se ndonjëherë mundohemi të ndryshojmë, mundohemi të bëjmë ndryshe, mundohemi të bëjmë më shpejt apo të kthejmë në anën që duam ne. Qingji buti ka thithur dy nëna. Fjala e ëmbël, hap dyert e hekurit, nuk kanë thënë kot. Është metaforike, po që tregon vërtet që butësia, dashuria hap gjitha dyert dhe ato të hekurta. Pra, të thotë që është një kujtim i ëmbël që gjithçka është në procesin e dur dhe ti nuk ke nevojë të bësh presion mbi as edhe një gjë, siç thash. Lejo kohën të bëj me magjinë e vet. Tetë të zëmrës. Shikoni këtu, tetë të zëmrës është të largoni nga çdo gjë që ju bën të ndjeni keq, në kuptimin e asaj që po nguteni, nuk ju duket diçka në rregull, por që dal nga dal duke u larguar, është një thirrje për të ndjekur thellë shpirtin dhe emocionet e juaja. Edhe pse mund të jetë e dhimbshme të dashur nga diçka që nuk po ju ushqen më, është sikur të rish para një pjate bosh. Kjo që po them unë, nuk duhet qëndruar më aty, nuk ka asgjë për të ngrënë aty, në atë kuptim. Çfarëdo që është, filloni nga zemra, t'i largoni dhe të seleksiononi gjërat, çfarë duhet të mbani dhe çfarë duhet të largoni, të dashur shigjetar. Sado që mund të jetë e dhimbshme, se kjo pjatë është e imja, ta them në mënyrë metaforike, kjo pjatë në këtë tavolinë jam ulur gjithmonë, por që ja aty më nuk ka gjë. Dhe kjo është ajo që tregon për largimin tënd, apo siç thash, seleksionimin e gjërave për të ecur dhe të gjejmë ato pjata të mbushura që na ngopin fizikisht, emocionalisht, mendërisht apo sido që të jetë. Dhe faqe e gjethes që thotë të dashur një energji re, kurioze, vëshkuese. Kjo letër të nxit të jesh vigjilent, të mësosh të studiosh situata dhe të flasësh në të vërtetën tënde, por gjithmonë me zgjuarsi. Do thotë me zëmër i butë, çdo gjë nga shpirti, të seleksiononi. Pra në gjitha këto po kaloni në një fazë ku një pjesë e zemrës tënde e di që duhet të ecur përpara, ndoshta duke lënë pas një realitet emocional që nuk të ushqen më, absolutisht, por ndërkohë kërkohet që të marrësh më shumë qetësi dhe të mbash gjërat me mençurinë emocionale, të them ashtu, dhe duke qëndruar të zgjuar dhe kurioz për hapat e rinj, duke mos hedhur, se shigjetari është goxha impulsiv, duke mos u hedhur në veprime impulsive, por duke dëgjuar, vëzhguar dhe mësuar dal nga dal. Të dashur shigjetar, faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim të dha diçka, sot, sado të vogël, edhe herën tjetër, këtu gjithmonë do gjesh diçka për ty apo për me ty, që ka të bëj, qofshi të bekuar.